Sot organizojmë këtë ceremoni në shej respekti dhe mirënjohje për 6 kirurg të cilët kanë punuar dhe kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodrës, 5 nga të cilët janë të ndjerë dhe njëri fatmirësisht jeton. Për doktoresh Zyliha Kraja, për doktor Ramiz Hafizi, për doktor Ferit Hoti, për doktor Alis Pahia dhe për doktor Mark Miashi. Dhe doktori që fatmirësisht është mes nesh është doktor Hamza Vneshta. Një institucion ekziston jo vetëm nëpërmjet mureve, jo vetëm nëpërmjet teknologjisë, jo vetëm nëpërmjet arritjeve, por dhe mënyrën se si respekton dhe trajton historinë e burimeve njerëzore që kanë punuar me vite me radhë. Këto 6 kirurg kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër me përkushtimin, me devotshmërinë, me profesionalizmin, me sakrificën që kanë reflektuar gjatë ushtrimit aktivitetit tyre. Janë me të vërtet 6 gjigande të cilët meritojnë respektin maksimal. Kemi ftuar dhe familjarët e tyre, pasi mendojmë si pas çdo mjeku të madh që ndër një familje me telefonata të pa numërta, me festa të ndërprera, me sakrifica të pa numërta dhe i shprehim dhe atyre mirënjohje dhe respekt pafund për punën e tyre. Edhe ato kanë qenë kontribusit e heshtur në suksesin e punës së këtyre kirurgëve. Me thënë drejtën, në historinë e Spitalit Rajonal Shkodrës, ato kanë vënë bazat e institucionit, themelet dhe linjena krenar për historikun dhe vazhdimin e zhvillimin e kirurgjinë, sepse brezi sotëm është vazhduar shumë i denj i sakrificave dhe profesionalizmit që kanë pas ato 6 kirurg dhe po e vazhdon në mënyrën më mirë të mundshme, duke e majtë shërbimin e kirurgjisë në Spitalin Rajonal Shkodër, një shërbim ekselence që konkuron në mënyrë të padiskutueshme në të gjithë Shqipërinë për aktivitetin, numrin e operacioneve dhe spektrin e operacioneve që janë. Ky takim ka qëllimin që të sjellin në vëmendjen me një ceremoni të vogël në kujtesën tonë dhe tjerëve që marrin pjesë kontributin e pafund për disa dekada të disa kirurgëve që në fakt unë do t'i konsiderosha misionar të kirurgjisë, duke fillu nga Ramiz Hafizi, Mark Miashi, Ferit Hoti, Zyliha Kraja. Aktualisht kemi një nga emblemat e kirurgjisë që është Hamza Vneshta, që do të flas pak për historikun. Asnjëherë ne nuk mundim se ku shkojmë pa ditë se prej ku erdhme, dhe kirurgjia ka traditën e saj, vjen nga tradita. Sot kirurgjia e Shkodrës është nga kirurgjitë që performon shumë mirë në rang Shqipërijet dhe ne mbështetemi me shpatullat e gjigantëve. Sfidat smarojnë, kirurgjia e Shkodrës sot performon me 4.000 intervente në vit, duke qenë spitali më i madh rajonal për sa i përket numrave të kirurgjisë. Realizohen kirurgji nga shumë disiplina kirurgjikale, që nga kirurgjia përgjithshme, kirurgjia urologjike, kirurgjia ortopedike, kirurgjitë e mikrospecialiteteve si uroloja dhe okulistika, të gjitha duhet kapin ritmin e kohës dhe këto janë sfidat të generacionit tonë. Kam po në 32 vjetë në këtë raport kirurgjisë, nga 66 dhe 98, dhe prej tyne 32 vjetë dhe 17 vjetë kam nga drejtori i spitalit dhe poliklinikës dhe rroj kujtimet më të mira për që punojnë të këtij spitalit, të cilë kanë dhënë në mesin e tyre në përmirësimin e shtetit të gjithë popullit, sidomos në rastet të tilla si ka kanë, sidomos në kohën e tërmetit 1915 prit 79 dhe tranzitin me të vitit 97. Ky personel ka kanë jashtëzakonisht i angazhuar për me shfrytu edhe me jetën e njerëzve që janë kënd rrezik. Kirurgjia ka ruajtur traditat e spitalit të kirurgjisë vjetër, po tash ka më kushte më të mira se sa shumë më të mira. Ku kanë ekzistuar të skaner e rezonancë magnetike sa ekzistuar fare, dhe sa tash kanë tanta lloj pajisësh. Mjekët ekzistues janë shumë të mirë, nga ana profesionale, nga ana humanitare, nga ana e komunikimit me shumë. Një brezëri kirurgj si i shërben shumë mirë. Populli flet fjalë më të mira për kirurgjinë e Shkodrës. Në kohën tonë, nëse kena pas shërbim të rretuar, është dashur me marr prej shtëpisë tonë personelin, çdo rast i vit urgjencë, në mbledhshin salën e operacionit, rrin shëndat ditë
e mi këthy prap në shtëpi, sepse nuk ishte infermier. Tash kanë infermier të rrethunesh, shall me mjek të rrethunesh, kanë kushte krejt tjera, qoftë në spital e ri, sidomos nuk kam punuar në spital të vjetë, në spital të ri, kam punuar se kam dalë të qenë, por kushtet në 100% më të mirë.